Përshëndetje. Jemi të kthyer në një ditë video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Ndanja dhe ju ndodheni të Ndanja's Channel dhe është ora 5 e mëngjesit dhe ne jemi duke ikur në aeroport sepse do ikim në Venecia me zyrën. Yay! Dhe unë jam shumë përgjumësh. Kam fjetur në orën 12 të natës. Dhe kjo është Aleksi që dojë marrë me vete në votimin me zyrën. Kaluam pasaportat edhe kontrollin e valigjeve dhe... Do flasun apo do flasësh ti? Te kontrolli valigjeve më hoqën çantën time minjan. Pse? Sepse... Shumë gjera. Sepse kisha tripodin. Unë isha në Rom, të njëjtin tripod kisha marrë edhe andej. Edhe nuk më ndodhi asnjë inconveniencë. Nuk e di këtë radhë pse, po nejse. Edhe tha ai ideali që po e shikonte. Me këtë tha, nëse i bie dikujt në kokë, tha mund edhe ta lesh në mend. Që po i përdor për 2 raste. Ndoshta nuk ishte pasimi i duhur që duhet bëja pas asaj. Po gjithsesi. Shpallet në 5:55 Gati. Mirëmëngjes Parid. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në kanalin tim prap. Oh. Ju ka marrë malli për Paridin. Unë kam ardhur vetëm se do më qeras Ndanja. Këtu e gjeti ti qerasën në aeroport? 8.000 lekë. Starter pack. 8.000 lekë një kështu, që ishte ai donat. Një donat kaq. Po po. Si. Je se po bëjmë shaka, ishte 3.600. Ky dielli këtu që nga super, po unë po ha pita me gjizë. Kështë të si kam dëmës. Sa bukur për me foto. Shumë bukur, shumë bukur. Vetëm ato thash. Po ku ma kam? Më ka qënuar vendi dritare. Hey, të vlequr. Welcome to Madison Bond Street. Zbritëm në aeroport. Wow, tisha nga veshi. Aq më ka vembur një moment. Sa nuk ka u shpjegoj dot. Shpresoj të më dëgjoni se ka shumë nga avionat. Zbritëm tek një stacion sepse morëm urbanin, autobusin, jo urbanin. Zbritëm në një stacion, tani do presim bileta për të marrë një autobus ose urban tjetër, nuk e di, për të shkuar në hotel. Autobusi brenda ishte aq i ftohtë, kisha futur edhe këtë xhaketën brenda në valigje, në çantë. Plevitosa u thava, po shqyqy që zgjati shumë pak si udhëtim që dola edhe tani jam në diell edhe po ngrohem. Tek aeroporti na morën prap shenjat e gishtrinjve, vetëm 4 gishtat e dorës djathtë edhe na bën edhe një fotografi. Ishte ky sistemi i ri. Unë e kam bërë përpara, nuk e di pse na i kërkuan prap në fakt, ma kërkuan prap. Po radha me thënë. Ha me Telmadila. Ka turp. A e zori njërë kokën? Shme ato. Mirë, se do dalim pastaj qupat. Pasi të lyen të rregullohen pak. Ne arritëm tek hoteli jon, që ka rezervuar zyra. Edhe duke qenë se nuk ishte doma mjaftueshëm te ky hotel, për Aleksin kemi marrë një hotel tjetër që është këtu afër, rreth 3 minuta më këmbë. Dhe sa të mbarojnë rezervime check-in-et, më the thash këtej nga hoteli jon, po shkojmë nga hoteli i Aleksiës. Të bëjmë edhe check-in-in andej dhe të sistemojmë, mbase le futim edhe çantën e Aleksiës. Kyma, që nga afër. 1 minutë largës, të thash. Iku dhe check-in-i i Aleksiës. Tani po kthehemi prap tek hoteli jon, që të shikojmë si është situata atje dhe të rregullojmë edhe çantat. Apparently 304, 300 i bie. Apparently I've never been on live television before. Apparently I've never been on live television before. Dhoma ime që nga gati dhe i kam futur valigjet aty te dhoma ime. Po ngjitemi me? Po. Hajde të shikojmë tani si është dhoma dhe të bëjmë një room tour. Ja, ku jemi? Ja. Ata mbyllim çik derën. Aleksia që si gjithmonë futet në banjë. Dalim me të bëjmë room tour. Hyrin në banjë kjo. Nejse. Pas kemi një pasqyrë kë. Cutesy.
Edhe 2 krevate tek të ndarë. Pas kemi edhe këtu robat. Mirë ishte t'i varja unë robotin nxirja që andej. Televizorin. Edhe këtej është pamja nga rruga. Aleksa, di nga banja. Di nga banjua. Edhe tualeti. Nice, nice. Oh, ndryqimi sa i lezetshëm. Cute. Më pëlqen. Neve sigur dorim këtu në hotel, neve jashtë dorim të do dalim po që. Me qënë se po presim që të vinë edhe pjesa tjetër e kolegëve, edhe pastaj të dalim, të mblidhemi një grup, do të thënë që të dalim, po bëjmë qik make-up, të bëjmë pak e bukur, edhe të bëjmë edhe ca foto të bukura kur të dalim. Dua t'ju tregoj një gel për vetullat, që ma solli një kushërir nga jashtë Shqipërie. Është kaq i mirë, më pëlqeu jashtëzakonisht shumë se me gelin e vetullave që kisha më përpara, do të e ku të shkruaj Katris, që shikoj si është bërë nga që ka patur raste që i kam patur me make-up me tash fytyrën, edhe është bërë ngjyrë tjetër, po ky i ngrin vetullat, i bën kështu si dru. Kurse ky ishte kaq i butë, edhe provova një ditë e lash, nuk e di sa, një 5 ora diçka e tillë. Thjeshta për provë, ishte vetulla intact në vend, edhe nuk ishte shumë kështu si kërca. Aleksia kishte marrë një blush nga Flying Tiger në Greqi, këtë këtu, edhe po e provoj tani, po si po mu dukur ka. Duk sikur nga Flying Tiger. e si të gjithë spongjin. Ti sa të shndrit nga këtu? Ka highlighter. Ka diza po. Wait. Ki vete një qik shumë për merak. Nga Rare. Kjo po. Bëra shumë? You got blush blindness. What is blush blindness? Kur e përdor për shembull too much blush, që nuk është palato. Duket, domethënë që Hey! nuk thua, oh you're using too much blush, po i thua një personi që you got blush blindness. Domethënë që nuk shikon nga sy dhe ke marrë shumë sa të ndajnë. Understand. Edhe buzët edhe bëmi gati dhe më duhet ta mbyll sepse kam ndryshuar ca settings të kamerës edhe më le shumë pak kohë për të filmuar. Do me thënë, maksimumi që kam për të filmuar tani janë 57 minuta. Edhe duhet t'i filmoj me kushtim për 3 ditë. Dhe ky të dashur miqtë e mi, dritë këzat e mia, të dashur dritë këzat e mia, është make-upi për ditën e sotme. Nesër nuk e di se çfarë make-upi do bëj. Kam marrë një fustan të bardhë për ta veshur nesër, meqense do jetë full day. Edhe gilet për të parë. Dolën 2. Një tjetër. Okej, edhe kusurin? E drejt që ma flisi italishten. Nga di italishti? Kam bërë klasë e parë. Kaq? Pa. Nuk po ti jena vlora? Jo. Arova. Më në fund zbritëm nga... Qa quhet ky mo tramvaj? Qa quhet ky? Po, tram. Edhe tani do na duhen 17 minuta të ecim me këmbë për të shkuar tek vendi që do mblidhemi të gjithë për të ngrënë brunch. Mua nuk më hajt brunch, se vajti dreka më hajt lunch. Dua makarona, dua ndonjë picë, kështu ushqim të bollshëm. Ah, sa cute! Shikoni çfarë do kaloj tani. Cute! Shumë nice. Të dyja herët e kaluara që kam vizituar unë Venecien ka qenë njerë në dhjetor edhe njerë në shkurt e ka qenë shumë ftohtë. Po shef, Prandaj dhe unë Endri. Prandaj dhe unë nuk e kam shijuar asnjëherë Venecian edhe nuk kam një përshtypje të bukur. në Venecia në grupeve që në Atë sa po thash. Ah, okay. Yeah. Edhe po thoja që nuk e kam shijuar ndonjëherë edhe nuk kam një përshtypje të mirë për Venecian, se e kam parë gjithmonë kështu të zymt, me shi, terët, me re, e kështu me radhë.
Hajde, po të shikon e kështë. Vazhdo. E me qëra fjalla, kjo është rruga, shikoni sa zigzag e ka, për të shkuar te restoranti, që do vem të ham drekën. Mo janë, po pariti, që pariti ka hapë si mbecë. Pariti po e ka të hapër. Ama këto rrugicat që po futemi, super rrugica. Po e eksperiencoj Venecia në një tjetër këndvështrim tani. Si përfundim, unë kam haruar baterin rezervë të kamerës, edhe nuk e di se sa do... Mortja! Këtu, Mortja, hajde, këtu. Sa më tremi. Edhe u anullua vendi ku do shkoni mati për të ngrënë, sa i kishte vetëm pancakes, buk me vezë, kështu, për ne duam të ham gjëra... Si të sa më koditi këmbët! Sa u tremba. Kishte vetëm gjëra kështu, do me thënë, në mlistira edhe gjëra shumë të bollshme, që ne nuk na ngopin. O Endri! Na solli rreth e qark. E kapëm veshim kështu. Raportimi i radhës. Jo, qyqja prap, s'po mle radhë mua këta. Qa quen ta, pullumba, papagaj pullumbat. Spageti që mora aty ishin thjesht spageti al pomodoro edhe nuk më pëlqyen fare, po hengra se më haj shumë buk. Thjesht sa për t'i hedhur zorës, do me thënë që kushim. Tani jemi duke shkuar tek tiramisu i tre something se që kishtë edhe një gjë tjetër nga mrapa. 3 persona. Sepse e gjeti Aleksia dhe në hajtë tiramisu në hajtë një mbërsi që të vinë me vetëm. Ua, sa po shtulen këto, more! Wow! Arritëm tek vendi ku do ham tiramisut. Shpresoj të jenë të mira. Unë e mora me Nutella, Aleksia mori tradicionale, mori edhe një kafe, mori edhe ujë. Qeras motrën. Unë, Aleksia edhe Paridi jemi duke u kthyer në hotel, sepse jemi shumë të lodhur edhe nuk mund ta përballonim dot që të ecnim akoma më shumë, edhe është edhe bab, ka shumë diell. Grupi pjesa tjetër, domethënë, shkoi në Bienale. Unë që them të vërtetën nuk është se kisha shumë ndonjë qef të madh që të shikoja Bienalen. Kam ardhur më shumë për të vërdallisur, për të ngrënë, për të pirë, për ta shijuar, për të bërë foto, video e kështu me radhë, sesa për të parë muzera dhe gjëra të tilla. Se ato kam përshtypjen që do vim të shikojmë në një tjetër me emrin që të shikoj dhe ai. Erdhëm te hoteli Lexit. Më në fund dhoma është gati. Ty ta shikoj unë dhe pastaj do ikim nga hoteli im që të fle. Hajde buço. Na bëj room tour. Oh, that's nice. It smells funky. Weird. Sa lezet që... Edhe që nga më të më dhenjë këta krevatet më duket. Tek janë këta. Tek e di, po që nga më të gjerë. Fute kartën këtu se s'ka dritë. Me bask, Miss Girl. Wow! Qëra shumë e gjerë banja, shumë e madhe. I like it. Oh no! Ky pullumbi sa po përplas këtu. O sa gjunaqkë. One eternity later. Unë thash do e vez dile në orën 8, do zgjohem, do jetë errësirë jashtë. Shikoni dielli akoma. Kjo është gjendja ime. Hapa mesazhet e grupi i punës, edhe pash që ata ishin mbledhur të gjithë, kishin bërë fotografi, kishin dalë, ishin ullur bashkë etj etj, edhe kishin lënë një pikë takimi për të vajtur në orën 9 diku. Puna është që ora është 8:15 këtej dhe neve na duhet 58 minuta, mua dhe Aleksi, se vetëm ne që kemi në hotel me sa duket. Na duhen 58 minuta për të shkuar tek vendi, kështu që po bëhemi gati shpejt e shpejt, po vishemi edhe po nisemi. Kjo është situata.
Por ju nuk do ju marr me vete, do marr vetëm telefonin edhe kuletën edhe asgjë tjetër. Do shihemi nesër, puç. The next morning. Mëngjesi. Po shkoj tani ta mëngjesin se e kishim orar 7:30 me 8:10. Edhe duke qenë se nuk bëra dot gati shpejt, po dhe me pijamë ta mëngjesit. Mëngjesin e mbarova. Tani, po merret shumë masolota. Tani po ngjitem në dhomë për të bërë gati shpejt, por nuk do filmoj duke qenë se Kida është në gjumë dhe nuk dua që ta shqetësoj, se nuk erdhi tante as mëngjesin. Kështu që do shihemi kur jemi gati që do dalim jashtë. Më në fund jemi gati, është ora 9:38. Make-upi që kam bërë sot, edhe flokët i bëra topuz, megjithëse ky topuzis nuk ka dalë aq bukur që është se po hajde. Edhe kam veshur këtë fustanin e gjatë. Me do na thysh ndonjë gjë? Ky është fustanka. Dhe nga këmbët New Balance-et. Nuk kam marrë asnjë atlete tjetër, asnjë palë atlete tjera domethënë, sepse këto New Balance-et shkojnë me çdo outfit që unë kam krijuar dhe janë shumë të rehatshme për të ecur në rrugë të gjata edhe për të bërë ecje gjatë gjithë ditës. E kemi lënë orën 10, do mblidhemi poshtë recepcioni, edhe pse një pjesë ka filluar të mblidhen, edhe do dalim, nuk e di se ku do shkojmë. Unë sot jam vetëm për të bërë fotografi të bukura edhe për të parë vërdall, edhe në orën 1 kemi për të shkuar te Bazilika San Marco, se kemi prer biletat, kështu që duam do vëmë se kemi derdhur lekun. Pastaj se ku do shkojmë prap, nuk e di. Gelet për të parë. Po jemi shumë të pa organizuar, kështu që asu nuk di se çdo bëhet që t'ja tregoj dhe juve. Habibas. Kishte edhe mike ande tutje. No. No, che Habibas. Ha me Bora. Ha. Jo, prit. Kjo do jetë pjesë e prapa skenës. S'ka gjë. Shef mami motra vlogje mo. Oh, vërtet? Qa thua ti? Mi përshëndet. Përshëndes mami dhe no. Do me dhe më përshëndeti nga ana ime, moj. Tanja ju kanë fala. Bora është tipe fare. Wow. Vibrazione, vibration. Yes. Wow, do të provoj dhe unë. Wow. It's magic glass. Can I try? Here no. Ah, okay. It's too difficult. Okay. Do I have to... Special finger. No. Magic finger, no? It doesn't work. Press. Little press. No. Press. I'm pressing. Do you have special fingers, magic fingers? Not for glass. Maybe another one. Move. Next beautiful music, Alleluia. Okay. لا do cabeçura. Zbën. Magic Alleluia. Jashtë në që s'ka mundësi. Kemi ardhur në një pikë që nuk kalojmë dot se s'kam ura për të kaluar nga ana tjetër. Vazhdo. Si shikon si i çuditur. Edhe do na duhet të marrim nga këto gondolat e vogla që mbajnë maksimumi 12 persona. Dhe ai tipi nuk na mori vetëm se ishim një person më tepër, ishim 13 persona. Tani do presim. Dhe ishte bileta vetëm 2 euro, që ta keni parasysh. Kështu që mos pagoni 90 euro kot për të bërë xhiro gjysmore me gondola. Hajde në një pikë që duhet kaloni nga ana tjetër me këto gondolat edhe kaq. Ja, këto janë ato që do ipim ne.
Kurse këto janë ato në 10 euroshet. Më falë, se më duke sikur kam shumë peshk të nga ne. Peshoj unë shumë të ndaj. Sa cute që nga ky vendi këtu. Diku po dalin, po se ku? Ah, më në fund! Sa po futëm brenda tek Bazilika San Marco. Dhe kjo është pamje që shikoni dhe shikojmë. Sa madhështore. Dhe me qëra fjalla, aty ku ullëm ne morëm, shumica morën Aperol Spritz, kurse unë mora një piña colada. Edhe gabimi që bëra ishte që e mora me alkohol, nuk e mora pa alkohol. Se më duke se më goditi, duke qenë se unë nuk pi shumë alkohol, edhe më zë direkt. Do me the nuk më ka zënë, se nuk e piva as të plot, po që më këputi, po më zë një gjumë, po më vjen një gjumë që të t'ju them. Tani jemi duke ndjekur grupi, nuk e di se nga po shkojmë. Po më hajt buk. Bazilika di San Pietro që u futëm ne. San Pietro e kishte kjo mo, San Marco, që e kishte. Paguam 10 euro unë, 5 euro këta që ishin student. Dhe për mendimin tim nuk ja vleti fare, se futesh e shikoj vetëm ato pamje që ju tregova unë, aq pak. Edhe kaq, asgjë më tepër. A few moments later. Ullëm për të ngrënë dhe unë dam nga turma, unë da Alexia. Pastaj me ne u bashkua edhe Teo. Teo s'ka dal asnjëherë në videon time, kështu që u do t'ju tregoj se kush është. Po të shënë si ka, është njëri i parëndësishëm. Teo është një koleg. Po bëm video me ty? Po, mo. Po çfarë jep detaj do bashkë? Po, detaj, po të gjohet një zë buri këtu, një zë mashkull, sigurisht që do jap detaje. Një zë djalke. Nga burr? E për prandaj thash mashkulli. Anyway, pjesa tjetër e grupit ndenjen atje ku vajtën fillim fare, mua dhe Alexis nuk na pëlqen ato pjesat që kishte atje, dhe vendosëm që të ndaheshim. Plus që kishte edhe një, që quajmë, duhet një rregull, në thonjza, që secili nga ne duhet të merrte diçka më vete. Unë për shembull një picë të plot nuk e haja dot, kështu që s'kisha pse e merrja një picë të plot, që ta merrja një picë unë Alexa nuk lejoj, kështu që ne të dyja ikëm. Edhe erdhëm në një restorant që duket i mirë. Ja të shohim tani kur të vinë ushqimet si do jenë. Mbaruam, paguam, ikëm dhe erdhëm te kjo rruga që ka dyqane të shtrenjta, Prada, Louis, Gucci, e më the të thash. Fiksim jetë e kam të futem jenë për këto dyqane, po jo të futem kot, të futem edhe të blej diçka. Kështu për fiksim. Po që kush e di kur do ndodh, se që do ndodh e besoj dhe e manifestoj fort. Hare! Hajde. S'po gjendemi dot me grupin, me pjesën tjetër. Luj, zemra ime, do vi një ditë te ty. Miq të nderuar, kemi zbritur më në fund tek Biennalia. Erdha dhe unë këtë rata shikojmë, po u bëm çorb. Një pjesë e grupit ikën më përpara, ikëm kështu pa dashje, domethënë u ndam pa dashje. Një pjesë erdhëm tani, nuk e dim se nga janë, duhet të merremi vesh. Mua më ka zëndjelli, prandaj edhe po e maj këtë hedhu nga shpatullat se po ndjegin. E po këtu që ka perle. Sa bukur me jeshillëk nga gjitha anët. Bjerë të mirë, bjerë. Qa quhet ky blir? Blir. Hyrja për te Biennalia ishte 30 euro për të rriturit dhe 16 euro për
personat nën 26 vjeç dhe për studentët. Ama mund të futesh vetëm një herë me atë biletën, nuk kishe mundësi që të futesh për shembull sot pastaj nesër prapë. Ishte vetëm një përdorimshe. Janë roba me flok, me gërsheta. Kjo këtu është historia e jetës së dikujt, nuk e di se kujt. Ka vendosur gjithë këto vizatime, piktura, edhe ka bërë edhe shkrime. 16 and in love, për shembull, 16 vjeç dhe kishte rënë dashuri kjo vajza, që nga vajzë, për shembull, këtu ka shkruar se si ka filluar një tradhti në një dark. Pastaj këtu ka portretizuar Tiamën që pret babain që të kthehet. Ndërkohë, shikoni se ç'bëhet këtu. Interesante. Sunday mornings, të diellat në mëngjes. Oh, kjo qenë ka shumë kështu, bën si iluzion, si kur lëviz. Ua, sa interesante. Në qoftë se i hedh syt lart, bën si kur lëvizin këto poshtë, kështu si dall. Në qoftë se i hedh syt poshtë, lëvizin ato lart. Qenë shumë interesante kjo. E kështu me radhë, gjithë muri këtej vazhdon. Çfarë mësove nga kjo bienale? Dhe çfarë pe? Se kjo ime më të rështaç. Unë prap jam skuqur, jam pjekur nga shpatullat. Edhe më djegin, më përvëllojnë. Atëherë, duke qenë se nuk e nxjerr dot kamerën, do ju shpjegoj një eksperiencë shumë interesante. Kam marrë një bebë të vogël këtu, është shumë i rëndë, që është e vërteta. Ka edhe syze dhe duhet ta marrim me vete, të shkojmë lart, të ndrojmë pelenën. Dhe brenda te pelena ka një... You can press, it's okay. Brenda te pelena ka një poezi, të cilën ne do ta aktivizojmë me QR code në momentin që hapet pelena për të ndryshuar. Dhe pastaj do e mbyllim pelenën prap, bebelinën. Dhe do e sjellim prap bebin aty ku e morëm. Shumë cute. Ama duhet patur kujdes sepse janë shumë të rëndë dhe thyen, edhe nuk duhet të hiqen syzet sepse thyen.
Sa pamje e bukur. Wow. Dhe kështu përfundoi rrugtimi jon dhe gjithdisja në Bienale tani drejt për në hotel. A few moments later. Alarm, alarm, alarm. Te një udhëtim me vaporeta, ne nuk morëm bileta. Isha unë edhe disa, se mbajmë tani, ishte Endri, Milena, nejse ishim disa persona. Dhe u futën disa persona të tjerë që kishin begje të varur në qafë. Dhe ne kuptuam, menduam që ata mund të ishin kontrollor. Duhet të mësohesh po dole me mua. Duhet të mësohesh që do të dëgjosh mua kështu të flas kot. Janë skandalizuar këta, kujtojnë se unë kam lojtur nga mendja, sa mësojnë, sa shikojnë kamerën pastaj. Anyway, edhe po thoja që menduam që ishte kontrollori. Edhe po luteshim që të mos na vinte të na kapte sepse bileta është bileta thash. Ajo gjoba është 70, më duhet 50-70 euro, diçka e tillë. Ikëm shpëtuam. Tani tek treni që morëm, tramvaj që është ai që morëm për të ardhur te hoteli. Shikojmë një moment, kthejmë kokën të dyja me Aleksin, edhe shikojmë dikë që kishte një nga ato makinerit që bën pip 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 skanon. Edhe ne qishim kontrollori. Kaq vite që shkojmë në Athinë, kaq vite që bëjmë proçka, që është e vërteta, që kalojmë kështu 3 veta me një bilet dhe nuk na ka kapur asnjë kontrollori. Erdhëm këtu në Venecia, 2 kontrollor brenda një dite. Dhe shqyqyr që i kishin prej bileta të dyja me Aleksin, ja dham aty, i skanoj, mbaroj punë, iku. Kurse disa nga koleget e mia, bo çfarë dielli i bukur ky hotel, ma! Qa po thosha, Narova qa po thosha tashi? Po thoja që disa nga koleget tona i panë që hyri kontrollori edhe kishin zbritur një stacion a 2 stacione për para se të zbrisnim këtu te stacioni hotelit ton, që të mos hanin gjob. The next morning. Mirë mëngjesi nga dita e fundit këtu në Venecia. Kemi dalë tani sepse do bëjmë shopping. Do shkojmë te Sephora si fillim. Është bërë bukur Telma sot edhe erdhi vetë me dëshirën e saj. Shikoni juve? Bukur shumë. Shumë bukur i bërë. Na bëj një outfit check. Rotullo. Bravo, super. Do shkojmë tek Sephora, tham, dhe pastaj do shkojmë te dyqanet e tjera. I'm coming. I love you. I kam shumë qef ta njerëzit e ti që janë kaq të lirshëm edhe futen në përfilmimet e tjerëve. Pastaj do shkojmë në hotel, do marrim valizhe, çantat, edhe do ikim për në aeroport. Rruga për në aeroport ishte 1 orë gjysmë sikur thanë, kështu që do na duhet 2 orë para të jemi në aeroport. 3 orë para. Cilat? E ke bënë e herë këtë? Jo. Stacion. Po i bëm pra kur erdhëm. Mirë bëjnë ato. Tjetër. Kjo të gjatë 4 saat. Që jemi për të vajtur 3 orë para. Nejse, do nxitojmë. Dhe duke qenë se do nxitojmë, unë vlogun do e mbyll këtu tani në këtë moment që flasim, sepse nuk kam kohë, do e teq të mastikën. Nuk kam kohë që të filmoj duke qenë se do jemi në rrugë gjatë gjithë kohës. Dhe uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer edhe ky udhëtim. Uroj dhe lutem që të kemi sa më shumë udhëtime të tjera për këtë vit. Dhe bashkë me Emren, sigurisht. Dhe do të shihemi në videon e radhës. Si gjithmonë, mos harroni si gjithmonë të bëni subscribe, like, share, comment dhe të më ndiqni rrjetet e mia sociale. Ju ju përqafoj të gjithëve. Mua! Përqafoj, jo Telma, përqafoj. Puthi ndjekësit e mi. Subscribe, like, share edhe comment. Edhe të më ndjekni në Instagram. Bye. Bye.